Përshëndetje, unë quhem Fatlin Melani, sot unë do të bëj një korrigjim të vogël për këtë filtrën që unë e shpjegova në videon e mëparshme. Në fakt, unë shkova dhe e pash më nga afër se si punon kjo filtr. Normalisht unë nuk e përdor këtu, sepse nuk kam nevojë që ta përdor, po unë do bëj një korrigjim të vogël. Edhe kjo filtr që përdoret për lumra edhe për gurët, ka një hyrje këtu që thot ini. Dhe me thënë, kjo pjesa e këtushme ku ka fjalën in, është ku uji do të lidhet me tubën e çezmës. Tuba e parë që do të lidhet do jetë me inin, pastaj që është hyrja, pastaj kjo pjesa e këtushme është dalja. Po t'i hapi unë këto mbërthyeset, këtu është tuba e parë që do futet, që ka fjalën in, hyrja, dhe kjo nuk ka ndonjë fjalë këtu, po natyrisht është dalja. Tani, unë do të flas një çik se si e hapni ju këtë. Pozicionoj dorën e djathtë mbi inin, mbi anën e init, dhe dorën e majt këtu. Unë vetëm lëviz dorën e djathtë, dorën e majt e mbajt pa lëvizshme, edhe e bëj kundër akrapave të orës, dhe po ta hapi unë këtë tani, e tërheq, kjo hapet. Kështu është hapja. Për ta mbyllur, të njëjtën gjë e ofroj këtu, e shtyj një çik brenda me dorën e djathtë, e shtyj një çik të cilindrin brenda, edhe në të kundërt, që është sipas akrapave të orës, kjo është mbyllur tani. Kjo nuk hapet më. Edhe diçka të vogël për kartixhin, do ta hapi prap, e njëjta gjë. Tani kartixhi këtu ka shumë rëndësi që kjo pjesa e këtushme e kartixhit, që ka një shtup, është në anën e futjes ujit. Po ta heqi unë këtë kartixhin, po ta shikoni, kartixhi ka njërën anë ka të mbyllur me një shtup, kjo nuk hapet shtupa, ana tjetër e kartixhit që është si ky cilindri është i hapur. Tani, kur ky kartixh punohet, dhe do ta hudhni këtë mbas një periudhe kohe, dhe do ta zëvendësoni në njërin prej këtyre kartixheve të këtushme, mënyra se si e poziciononi në filtr është kjo. Pjesa që është e hapur është në pjesën e daljes ujit. Edhe ka vetëm një pozicion, e shtyn këtu, edhe kjo është fut këtu. Ky është ini, hyrja, e njëjta gjë, e shtyj një çik këtë, e kthen këtë formë, dhe kjo është mbyllur, ta nuk hapet më. Faleminderit. Nëse keni pyetje të tjera, komentoni poshtë ose më çoni një email për çfarë do lloj pyetje për makinën ose për ndonjë gjë tjetër, nëse jeni të interesuar për makinën. Kam emailin edhe telefonin poshtë ose WhatsAppin. Faleminderit.